Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Siç bëjmë rëndomë në pjesën e parë të këtij emisioni, do të flasim për ngjarjet e aktualitetit dhe të kronikës, ngjarje të rëndësishme, ashtu siç mendojmë që janë të rëndësishme për t'ju transmetuar dhe ju, dhe nëse keni dëshirë na ndiqni, edhe kjo është puna juaj. Pra, kjo do të jetë pjesa e parë. Në pjesën e dytë, ne do të jemi në një ngjarje shumë të rëndësishme, pozita priste me ethe, raportin OSBE dirit i cili ka mbritur sot në Shqipëri. Dhe ne do të kemi një diskutim, një këndvështrim me njerëz që kanë thirrur me mendime të ndryshme, sigurisht, sepse bota është e bukur, sepse është diversive, njerëzit mendojnë ndryshe, njëri kështu dhe tjetri ashtu. Ndërkohë tani, në pjesën e parë thamë, do të kemi ngjarje të kronikës, her pas here rishfaqet si punë fantazme, Ervis Martinaj në lajmet e televizioneve shqiptare, po dhe të medias në përgjithësi. Kjo edhe për faktin që nuk dihet ende zyrtarisht se çfarë ka ndodhur me të, duke mbetur në kufit e një fantazme, herë ngjallet në formë lajmi dhe vjen, dhe pastaj ikën dhe rikthehet. Pastaj ndodh rëndom që sa herë arrestohet njëri shumë i rëndësishëm i krimit, mediat e shpallin si vrasës të Martinajt. E mbajnë pak kohë në këtë gjendje dhe pastaj e largojnë dhe thresin një tjetër, e shkyton. Pra, siç u tham, për këtë çështje dhe për disa ngjarje të tjera të aktualitetit do të flasim pjesën e parë të këtij emisioni. Në momentin e fundit na ushtrua edhe një tjetër, një imam është ndaluar në Rinas nga antiterrori dhe është kthyer mbrapsht. I moshuar shumë, por i larguar për dyshime për terrorizëm. Edhe moshat e vjetra të nderuar të shikues ndodh tani që bëjnë terrorizma. Claudiana Lala, gazetare, drejtuese në Shënjestër, faleminderit shumë. Ferdinand Dervishi, Sokol Bregu, Xhevair Xhabina. Mirë se të gjë. Pra, ne të katër, do të, unë dhe këta katër zonja dhe tre zotrinj, do të përpiqen të thonë diçka. Kthehemi te pjesë të momenti i parë që thamë, rikthehet Ervis Martinaj. Familjarët e Ervis Martinajt kanë kërkuar zyrtarisht shpalljen e tij si i zhdukur. Dhe besoj kanë të drejtë, sepse ai është i zhdukur. Dhe duhet të shpallet të paktën si i tillë, me kaq sa kuptoj unë. Do përpiqemi në studio të themi në një gjumë shumë se kaq. Tani, zonja Lala, dini jeju çfarë nën kupton kjo procedurë? Që ky njeri të quhet i zhdukur se Sergj Gjikundi. Atëherë, zotër Akipi, dje me një kolege po shikonin fletoren zyrtare dhe rastësisht gjetëm njoftimin ose botimin në fletoren zyrtare të asaj çfarë Mustafa Martinaj, babai i Ervis Martinaj, kishte kërkuar në gjykatën e Lezhës. Pra kishte bërë një kërkesë civile për shpalljen si të zhdukur të djalit të tij Ervis Martinaj. Ju e dini që në gusht të vitit 2022, Xhaxhai Ervis Martinaj është drejtuar policisë së Kurbinit dhe ka bërë një kallëzim penal në atë kohë se kishte humbur kontaktet me nipin e tij Ervis Martinaj. Në atë kohë Xhaxhai Ervis Martinaj, që njihet si bosi i lojrave të fatit, pretendonte që nipi i tij pra ngrinte dyshime mund të ishte rrëmbyer dhe vrarë nga persona të paidentifikuar prej tij, jepte të dhëna dhe detaje që mund ta ndihmonin aq sa mundej ai në atë kohë policinë dhe prokurorin, por nga 2022 deri më sot, pra kanë kaluar më shumë se 3 vite, për fatin e Ervis Martinajt nuk dihet asgjë. Pra pavarësisht kërkimeve, ultimatumit të kryeministrit që thanë atë kohë keni 100 ditë kohë për të hedhur dritë mbi fatin e Ervis Martinajt. Pas rënjes në dieni të këtij fakti, pra të botimit të njoftimit në fletoren zyrtare, ditën e sotme ka marrë komunikim zyrtar me gjykatën e Lezhës dhe kam arritur të komunikoj zyrtarisht me ta. Babai i Ervis Martinajt, sipas procedurave ligjore, është drejtuar në fillim të muajit shtator gjykatës me një kërkesë civile për shpalljen si të zhdukur të djalit të tij Ervis Martinaj. Çfarë nuk kupton kjo shpallje si zhdukur? Në momentin që familjarët nuk kanë kontakt me personin, pra me familjarin e tyre për një periudhë prej 2 vitesh, ju lindet drejta për shkaqe pasurore apo shkaqe të tjera, siç janë lëvizja e fëmijëve, shitja, blerja e pasurive e tjera me radhë, të kërkojnë shpalljen si të zhdukur dhe të kenë akses mbi pasuritë apo të drejtat e tij pronësore, trashëgimi e tjerë me radhë.
Pra në këtë aspekt, Mustafa Martinaj është drejtuar gjykatës, sepse kishin kaluar më shumë se 2 vjet, pra thash jam gati 3 vjet e ca që është zhdukur pa gjurmë Ervis Martinaj, e ka paraqitur këtë kërkesë dhe me short elektronik është zgjedhur gjyqtari Delviot Lusha, i cili është duke e shqyrtuar këtë çështje. Çfarë bën gjykata? Sepse kjo është një rast i ndryshëm nga rastet e tjera, pra nuk është një proces si proceset e tjera gjyqësore, por ndryshon tërësisht. Gjyqtari bën veprimet e paraprake, sipas ligjit bën pasi mbledh të gjitha të dhënat dhe bën përgatitje, automatikisht e shpall njoftimin në tre drejtime. Në qendrën pra në bashkinë ku Ervis Martinaj ka regjistrimin, në rastin konkret në Kurbin, më pas bën shpalljen e njoftimit në fletoren zyrtare dhe në një gazet me tirazhin më të madh në vend. Dhe këto njoftime qëndrojnë 6 muaj me radhë, për gjatë kësaj periudhe 6 mujore. Nëse ndonjë person, individ, funksionar shtetëror, punonjës policie e tjerë me radhë, mund të kenë të dhëna që mund të informojnë për fatin e Ervis Martinajt, kjo i bëhet me dije gjykatës. Në momentin që për gjatë këtij afati 6 mujor nuk ka asnjë të dhënë për fatin e tij, automatikisht gjyqtari Lusha plotësohet në treshe gjykuese, pra i bashkohen dhe 2 gjyqtarë të tjerë dhe në atë kohë ndryshon tërësisht procedura. Pra, treshja e gjyqtarëve, pas kalimit të afatit 6 mujor, ju bën shkresat të gjitha institucioneve. Prokurorisë së Lezhës që është duke hetuar rastin, policisë së shtetit, prokurorisë posaçme, institucioneve të tjera ligjzbatuese. Po ashtu letër porosi në vende ku mund të mendohet që mund të ketë lëvizur Ervis Martinaj, Interpolit e tjera me radhë, dhe nëse nga të gjitha këto institucione merr përgjigje negative, pra që asnjë institucion nuk ka dieni për fatin e tij dhe prokuroria nuk ka një përfundim lidhur me hetimet, Ervis Martinaj shpallet i zhdukur. Dhe më pas ka një procedurë tjetër, nga momenti që Martinaj shpallet i zhdukur, mund të kërkoj familja pas 4 vitesh të tjera ta shpall të vdekur shtetasin Ervis Martinaj. Po shpallja si e vdekur dhe që është procedurë më pas edhe më e vështirë dhe më e koklavitur, nënkupton faktin që nëse Ervis Martinaj mund të shpallet të nesërmen i vdekur sipas ligjit dhe nëse më vonë del që ai jeton, automatikisht ka problematika ligjore sa i përket ndjekjes së tij penale. Pra do të thotë që ndaj këtij shtetasi ekziston mundësia, pavarësisht krimeve që mund të ketë kryer, të mos ushtrohet ndjekje penale. Por këtu mendoj që koha do të jetë më e gjatë për shkuar deri në këtë pikë, por në momentin që ne jemi, gjykata ka bërë shpalljen sipas ligjit dhe do duhet pres 6 muaj derisa të mos ketë asnjë të dhënë apo informacion. Po unë mendoj që nuk është ky thelbi i historisë së Ervis Martinajt. Unë mendoj që do të presim tani. Po, okay. Pra, një gjyqtar është saktuar që të bëj këtë procedurë paraprake. Procedurën brenda afatit 6 mujor. Brenda afatit 6 mujor ne do të kemi shpalljen të zhdukur të Jo, 6 muaj pret njoftimi i afishuar. Nëse gjatë këtyre 6 muajve nuk ka asnjë të dhënë, automatikisht plotësohet treshja gjykuese dhe kalon në seancë. Dhe në momentin që kalon në seancë, ju drejtohet të gjitha institucioneve me shkresa dhe kërkon. I kërkon prokurorisë së Lezhës çfarë të dhënash ka lidhur me hetimet që po kryen për zhdukjen e Ervis Martinajt, sepse prokuroria ka qelur një hetim penal në ndyshimet për rrëmbim dhe zhdukje të Ervis Martinajt. Çka do të thotë, duhet parë hetimi, çfarë mund të japi hetimi deri në momentin që do të kërkohet ky informacion. Kërkohet informacion nga policia e shtetit, nga prokuroria e posaçme që ka subjekt në hetim, pra Ervis Martinaj sot zyrtarisht është në akuzë zyrtare nga prokuroria e posaçme, pra nga SPAK-u. Dhe institucionet tjera ligjzbatuese siç është Shërbimi Informativ Shtetëror, Interpoli e tjerë me radhë. Nëse gjitha përgjigjet që kthehen janë negative, pra askush nuk mund të thotë me siguri dhe në formë ligjore dhe me prova me fakte që Ervis Martinaj jeton, automatikisht pastaj gjykata shpall zhdukjen e këtij personi dhe pas 4 vitesh tjera, më pas familja legjitimohet sipas ligjit. Pra në pamje të parë, kjo është një procedurë tërësisht ligjore që lidhet me të drejtat pasurore, trashëgiminë e tjera me radhë. Po hetime për Martinajn si zhdukur apo i vrarë, sa kemi deri në sot apo jo? Hetime direkte për këtë punë. Tani prokuroria e Lezhës, sepse fillimisht është qelur në Kurbin, më pas Kurbini u shkri dhe u bashkua me prokurorinë e Lezhës, dosjen e ka drejtuesi i kësaj prokurorie Arben Nika. E vetmja gjë që është bërë për gjatë këtyre 3 viteve, përveç se janë sekuestruar kamerat e sigurisë në atë kohë në vendet ku Ervis Martinaj shfaqe për herë të fundit, janë pyetur persona
të cilët kanë patur dieni janë pyetur disa nga kundërshtarët e tij. Pra kemi patur hetime thuhet. Ka hetim të qelur zyrtar për këtë gjë dhe dosja është në prokurori. Është pyetur edhe vajza që shoqëronte, është dënuar punonjësi i policisë i cili ishte në shoqërinë e Ervis Martinajt dhe ai tashmë jeton Lami ka dalë nga burgu, ka filluar jetën e tij në liri. Deri më tani që ne flasim, dosja ka mbetur, pra është në gjendje të fjetur. Çfarë nuk kuptoj me këtë? As nuk është pezulluar, as nuk është kthyer në polici për veprime të mëtejshme. Por prokuroria mund ta riaktivizojë me hetime të thelluara nëse rrugës mund të dalin të dhëna nga hetimet prokurorisë posaçme, mund të ketë një të penduar, mund të ketë një informacion në lidhje me të dhëna që mund të identifikojnë atë, qoftë si gjallë apo qoftë si një person që mund të ketë ndruar jetë. Po fakti që Ervis Martinaj në këto 3 vite nuk ka asnjë sinjal, nuk ka asnjë lëvizje në llogari e tjera me radhë, mua më bën të dyshoj që mund të jetë rrëmbyer dhe të jetë vrarë. Dhe sigurisht, rasti i Ervis Martinajt nuk është një rast i thjeshtë për shkak të personalitetit që ai kishte në botën e krimit, për shkak të përplasjeve shumë të forta, por për shkak edhe të përplasjes shumë të fortë politike që patim me mazhorancën përpara se ai të zhdukej. Dhe këto janë fakte publike, ai ishte i përfshirë në disa konflikte, ishte njëri i lidhur me lërat e fatit, konsiderohej si drejtmarrjet e tjera me radhë. Por sot që flasim, prokuroria ka mbetur vetëm në kuadrin e atyre pamjeve të sigurisë, sekuestrimit pamjeve të sigurisë, marrjes së dëshmive. Nuk ka asnjë të dhënë tjetër për edhe disa mesazheve që janë dërguar që mund të ketë dieni. Në informacionet që unë kam disponuar gjatë kësaj kohe, ka patur një tentativë të një personi i cili sot të mund të konsiderohet si një ndër njerëzit e rëndësishëm të krimit, i cili para 3 vitesh ka patur një tratativë për të marrë statusin si i penduar, por nuk i është dhënë, sepse ka pretenduar fillimisht që mund të kishte dieni për fatin e tij, arsyet se pse nuk është dhënë ai status, unë nuk jam në gjendje ta them. Por çështja ka mbetur në këtë pikë. Ka mbetur në këtë pikë. Kush nga ju tani më thotë që u dëgjua në një pjesë të konsiderueshme bregu të Medi që pas arrestimit të Aldo Abdylajt të Shiakut pati shumë aludime në shtyp se edhe ai mund të jetë i dyshuar për zhdukjen apo vrasjen e Martinajt. Po, kam shumë disa media e vinin në e konsideronin shumë fort që ai është. Çfarë dini? Dëshirë të i përgjigjem kësaj pyetje. Shiko, shpeshherë në shtyp kam parë që një ndër porositësit e vrasësve të Ervis Martinaj mund të ketë qenë Edi Rama, ku e di unë, ky që mund të kemi komshi tani në Zamir Mane e me radhë. Në logjikën, jo, ta mbaroj. Okej, triqem. Kam pjesën time. Po. Shumë thonë që njeriu që e kreu vrasjen është Indrit Dokla dhe shumë thonë që është Aldo Abdyli. Sot që u arrestua Aldo Abdyli, thonë që është Aldo Abdyli. Pra, kjo është logjika e krimit në këtë vend. Jo çdo kush që arrestohet mund t'ia vëmë atij. Dhe çdo kush që është në arrati t'ia lëm atij. Pra, media në këtë vend, për pak klikime mund të luajë me çdo lloj emri të mundshëm, çdo lloj armiku që kishte Ervis Martinaj në atë kohë, pra duke filluar nga Indrit Dokla duke përfunduar tek më i fundit, në biznes njeriu më i interesuar ishte Zamir Mane, dhe logjika kur ai u zhduk ishte kjo. Sot diskutojnë dhe hedhin në një treg nëse është gjallë apo jo. Atëherë unë do të sjell një fakt pse nuk është gjallë. Familja ka kryer një rit familjar Për vdekjen. Të vdekjes. Që do të thotë, familja vjen nga një histori e cila vjen nga një linjë e cila nuk mund bëj histori të tilla që nëse nuk do t'ishte e bindur që kishte vdekur, do ta bënte një histori të tillë. Pra ne nuk kemi asnjë lloj logjike që Ervis Martinaj është gjallë. Kemi thjesht vetëm një histori se kush është porositësi dhe vrasësi i Ervis Martinajt. Pra, njeriu që e ka kryer është Indrit Dokla apo Aldo Abdyli. Sot gazetarët hedhin 5 fjalë në logjikën e tyre që kush e kreu nga këta të dy. Me që u arrestua Aldo Abdyli, thonë që po ky e bëri. Po cili nga këta dy? E kreu. Kemi vetëm një gjë që mund të na vërtetoj
në logjikën e asaj që na sjell shteti, që njeriu që e konfirmoi vdekjen e Ervis Martinajt, gazetar i cili nuk vjen nga radhët tona, është Baton Haxhiu. Njeriu i parë që vërtetoi që Ervis Martinaj është vdekur. Është vrarë. Po ai e vërtetoi. Deklaratën e parë që ky njeriu është vrarë. Kërë më po si mundet të vërtetoj? Jo, siç mund ta them dhe unë, pse ato që tham unë janë vërtetim, janë deklarata publike. Deklarata, e. Po pra, deklaratën e parë publike, që Ervis Martinaj është vrarë dhe është coptuar, tha Baton Haxhiu. Po. Ky njeriu e tha. Po si ka mundësi? Në këtë, pas i ka mundësi. Por Rama, Batoni. Ti thua që ja ka thënë Edi Rama Batonit? Ja, nuk e di, nuk e thash. Ti e sekët. Se këta qërë. Jo, nuk e di. Jo. Ja, nuk e di. Këtë e the ti. Edhe Batonit ka biseda kështu me këtë kategori njerëzis? Jo. Unë në çudinë time, kur tha Batoni që Edi Rama ka fituar 33 mandate, aty thash që Batoni ka informacion. Se dyshoj edhe edhe rreth mandateve dhe rreth Ervis Martinaj. Aty, jo, të kjo Ervis Martinaj edhe isha në diskutim. Shumë interesant. Pra, në logjik, pa e quar në këtë, ju, zotë ju, e keni suksesin tuaj në të gjitha marrëdhëniet, domethënë, edhe në mënyrën tënde se si e paraqet në gjendje të përpiqjem, po jo gjithmonë i arrimit. Jo, sot jemi në një pikë. A është vrarë Ervis Martinaj? Po është vrarë, nuk vihet në diskutim fare. Ka që vetë. Sot diskutojmë. Aldo Avdyllaj? Aldo Avdyllaj apo Endri Dokle? Një nga këta dy? Edi Rama apo Samir Mane? Ja, kjo është diskutimi. Janë dhe këta dy të edhe? Jo, të edhe. Pra po më fut mua në një diskutim. Në dilem jam për të parët? Jo. Për të të parët nuk e kuptoj. Jo, po nuk e kemë mua në diskutimin. E kemë t'jadhin. A i zotëria që ka bërë atë diskutimin atje, që po i shkon gjykatës, a i e ka me ata. Babaj? Po, i babaj, po pëse unë jam një diskutim, si të them që e vrau Aldo Avdylli dhe e vrau Indri Dokle, jam në të njëjtën diskutim. Dhe të them si gazetarët e tjerë që Edi Rama e porositi apo dikush tjetër, prap jam një diskutim se nuk e di të vërtetën. Diçka rreth se pyetjet e kolegët e tjerë? A i që e ka bërë atë, a i e di fare mirë se ku ka maruar punë. Aldo Avdyllaja kushës? Jo, më falë, kam dhe një fjali, emrin në cilin nuk përmenda, është një emër që, se kishim një debat për para se të fillon të emisioni, për të qenë shumë koherent në këtë emision. Shiko, për para në zhdukjen e ti, ka një inspektor policie cili u arrestua për para se të shkonte në... A i ka dhënë të gjitha detajet. Tani, emri tret në cilin këto që përmënda, quhet Ervis Lami. Si? Ervis Lami. Ervis Lami? Po. Ky është emri tret që përmëndet në zhdukjen e këtij personi. Po përmëndet edhe në hetimet që SPAK bën. Për qenë koherent. Qartë. Se përmënda dy emra, po për qenë tek i treti në logjik. Dalin shumë vrasore. Aldo, tani u përmend Aldo Avdyllaj. Ka dilema dhe për këto gjëra, sa bregu e gjithë për filanin dhe emrin e fundit që ai paraqiti. Lami. Ky emri Aldo Avdyllajt lidhet me faktin që policia, edhe pse me vones, jo në kohën që pra të thuash familjarët njoftuan policin për zhdukjen e Ervis Martinaj 11 gusht, por nuk ishte zhdukur 11 gusht. Mund të ishte zhdukur 1 ditë, apo 2 ditë, apo 3 ditë përpara. Pastaj ka pas një hetim dhe, sa di unë, policia shkencore, ose ekspertët e kriminalistikës, që themi neve, kanë britur të vila e Avdyllajve në Shijak me vones, që mund të jetë 1 javë, 2 javë, 3 javë, mbas ngjarjes. Gjithsesi, ato janë munduar aty pra që bëhet kjo lidhja. Pra kapet ai atje dhe gazetarët direkt bën lidhje. Mos haro pjesën e dytë, mos ikër. Thuaj, pjesën e dytë është e rëndësishme se ka njerëz tjerë që ti fotografosh. Po, falni, falni se jemi live dhe prosi fotografi se ikën shpejt në shtëpi ky. E kërkoj njerëz të shtëpisë. Falë, Ferdinand. Pra lidhja me Avdyllajt bëhet
sepse supozohet apo është thënë për shkakun se policia aty ka bërë hetim, se është kapur, zhdukur, ka filluar zhdukja e tjera e Vis Martinajt. Fabula është e thjesht, atë e marrin në telefon dhe i thonë që hajtë se kemi kapur një nga kundërshtarët e tu. Pra gjithë ideja është që në atë kohë ati po ja prisnin krahët, i kishin vrarë shumë nga bashkëpunëtorët e vetë, i kishin vrarë dhe atë që kishte më të fortin, djalë Xhaxhai që ai kishte, apo nip, dhe... Dhe se s'po të kuptoj fare. Se lidhe me këtë, do më thënë shumë, se lidhe me Abdylajt në shiko gjatë kontrolit, unë jam çuditur se nuk e dija me thonë drejtën që ekzistonin edhe xhabaftët. Dhe kur u zhduke Ervis Martina i kanë bëu dhe xhabaftit një kontroll në banesë. Ajo që po thunë nuk e kuptoj. Po të them, Koli, që një nga veprimet e policisë që është bërë pas zhdukjes së Vis Martinajt është bërë kontroll në shtëpi në vilën e Abdylajve. Okej. Sepse atëherë s'doli gjë të Abdylajt, nuk doli. Informacioni ka qenë, po se ka marruar vor. Po, okej. Informacioni ka qenë që në atë vilë është marrë, në atë vilë është thirrur, në atë vilë nuk ka dalë më ose ka dalë më. Po pra, policia nuk ka gjetur provë, por fakti që policia ka qenë aty dhe policia shkencore dhe ka kërkuar edhe ndonjë qime apo ndonjë gjurmë ADN-je me lup, kjo përbën një fakt, policia në linjat e saj ka pas një informacion që zhdukja është konsumuar aty. Kam pas. Kjo për këtë po flas. Tani që policia ka qenë aty, kjo është në sakt. Kjo është në sakt. Kurse ka historinë e xhabavë dhe unë e gjoj për herë të parë. Cili nga ne ka një pikë referimi në cilën kam parë një koleg që thotë që banda më e madhe, domethënë ai referohet, kam përshtypjen që i referohet del në këto televizionet e tjera. Dhe i referohet Indri Dokles, ati i referohet, duke thonë që është banda më e madhe. Nise, përdejsa... Nuk është Indri Dokles banda më e madhe. Jo, po s'ka rëndësi kjo, sepse gjitha këto aludimet do ndodhi dhe... Fakti që ai nuk është... është zhdukur dhe nuk dihet që... O ti, Ferdinand, këtu ku jam unë, ai ishte për 2 vjetë rresht, dhe i thoshte këto gjëra. Ai thoshte që ishte Indriti që e vrau. Ore, është Indriti, po në atë periudhë ka pas më të fuqishëm se Indriti. Po tani pra ishte në... Indriti kështë qenë... 2 vjetë rresht e ty i ka thonë që Indriti e vrau, nuk ka lidhje me atë, po atë se kush e vrau, e di vetëm familja o ti, sotri, nuk... Po bështë atë se di dhe familje. E di familje, e di... Ja, Zhabina, po? Ka një moment shumë të rëndësishëm procedurial në këtë që po diskutojmë. Pse se thotë, më falë, thonë e di familja. Pse se thotë familja? Oke. Pse se thotë? Ora, familja di se ky njeri u fut në Gracë, këte po e thonë, domethënë, kjo është e pranuar nga të gjithë dhe nuk e ka kundërshtuar njeri. E thirrën dhe futën në Gracë. Ishte bërë shumë kundërshtar. Krahas kishte, por kur ka shkuar... Argumenti Zhabinit shumë i qartë. Çështja ka vetëm një gjë. Ti aludove, kur hyre. Nuk po aludojmë është zvrar apo jo. Që është zvrar. Pra, aludimi është e vrau. Por pra bëra lidhjen me atë, more Koli, u arrestuaj djali atje. E vrau atë bëra lidhje. Po tjetër gjë se kush e vrau. Hapur letrat është kush e vrau. Pra, atë që diskuton ti në... Ora, në këtë histori, e rëndësishme është kush e kapi, jo kush e vrau. Se ka plot shërra që të posi një plumë. Pra kush e koka e madhe që organizoj dhe kapi. Jemi okej. Jo, okej, ja hoqim fjalën Zhabinit, ju lutem. Në moment shumë të rëndësishëm procedural kjo që po diskutojmë ne tani, se nëse do ishte Aldo Avdyli, prokuria e Lezhës nuk duhet ta mbante këtë çështje asnjë moment më shumë dhe duhet ta dërgonte drejt prokurisë së posaçme. Se minimumi kemi të bëjmë me një grup strukturuar kriminal. Po nuk është zbardhur më. Nuk është zbardhur dhe provuar kjo. Po tani ne presim ta zbardhë dhe të provohet. Ne këtë presim. Pra, ne presim. Apo diskutoni që është ky person që është arrestuar ai që e ka bërë? More, ne dim vetëm kaq dhe unë e kam konfirmuar. Dhe unë e jetën që e vrau është Ferdinand, ajo që po them unë tani që nuk prokuria e Lezhës, nëse kjo që po thua ti dhe Sokoli dhe dikush tjetër koleg tani, që është ky person që e ka bërë
vrasjen, duhet shkoj. Nuk po e thot njeri. Duhet shkoj. Po nuk po e thot njeri këtë gjë. Këtu askush s'po e thot. Ne po themi. Ne po themi i vetmi veprimi i njohur policisë është kontrolli. Unë thash me thon drejtën, emrat i përmenda unë. Duhet shkoj në procurinë e posaçme. Ka që thjesht është, nuk duhet rrimën lesh, derisa nuk vjen në procurinë e posaçme, do të thotë që bie kjo tezë. Bie kjo pis kam përshtypjen. Okej, të mos komentojmë, të përpiqemi të themi, të dëgjojmë me njëri tjetrin. Njëri secili thotë çfarë mendon, se asnjë nga ne nuk e zgjidh dot. Çdo polemikë ne mund të bëjmë, nuk është se zgjidh të gjë, përderisa shteti nuk e zgjidh deri sot problem. E para zoti Rakipi, për ta thënë më thjesht, nëse prokuria ose autoritetet, policia do të kishin vërtetuar që është Aldo Avdyli pas kësaj historie, kjo çështje do të shkonte në prokurinë e posaçme. Prokuria e Lezhës nuk mund ta mbante këtë çështje asnjë sekond më tepër. Paktën nga ana procedurale po them. Tjetra është që jam me tezën e Ferdinandit që familjarët janë shumë të rëndësishëm në këtë hetim, por ne nuk e dim që sa ka ecur prokuria e Lezhës me veprimet hetimore. A janë vënë në përgjim familjarët nga ana e prokurisë apo jo, sepse unë kujtoj një histori, ndoshta nuk e mbaj mend emrin tani, por ka qenë kunati i Tomazo Bushetës, i cili ishte u vra në Itali në atë kohë, dhe prokuria italiane, pavarësisht se nuk i gjeti trupin, po e vërtetoi që ky person ishte i vdekur nga komunikimet, nga përgjimet që i bëri familjarëve. E para teza që duhet bëj, veprimi hetimor që duhet ta bëj prokuria në qoftë se nuk e ka bërë. Tjetra, mendoj unë që një vrasje e dyshuar e tillë, kam përshtypjen që informacioni më i vlefshëm për prokurinë mund të vijë nga burgjet në këtë rast, dhe sigurisht që burgjet shqiptare kanë informacion plot, pasi kemi parë ngjarje të tjera të zbardhura nga informacion që ka ardhur nga burgu. E treta është një minus për prokurinë është që për këtë ngjarje nuk ka informacion në Sky ECC, paktën sepse periudha kohore kur është dukur Ervis Martinaj nuk korrespondon në periudhën që ka qenë i aktivizuar Sky ECC, megjithatë ndoshta mund të kenë dhëna në një aplikacion tjetër që është Matrix. Që është Matrix dhe mund të jetë hapur nga prokuria e posaçme, ose më saktë mund të jenë sjell mesazhet nga prokuria e posaçme në Shqipëri, ndoshta do duhet pak kohë për të kaluar në film. A mundet të sqaroj dhe pozicionin tim? Shiko, përdora disa emra. Që Edi Rama është një porositës, këtë e ka thënë Xhaxhai i viktimës. E ka thënë Xhaxhai? Po. Xhaxhai. Babai Brillant Martinez. Ai mund thotë dhe Donald Trumpi. Punë e ti. Unë nuk solla prova. Unë nuk solla prova. Nuk akuzon njëri për tjetër. Unë nuk solla prova. Unë solla atë që kam dëgjuar. Prova nuk solla. Që Zamiri është një porositës, këtë prapë sjell familja dhe nuk jam unë njeriu që kam prova. E habitshme shumë. Po ai ka më shumë se ç'duhet. Që i ndriti është një person i cili ishte një në hasmëri, po, sepse i kanë vrar personat afërm. Dhe kjo është ja i minut për të ardhur të pika më e fundit. Aldo Avdyli, i cili ishte njeriu bashkë me të që duhet të vriste, që ishte në trup me të për të vrarë Durim Bamën. Pra, ata kishin një aleancë për të vrarë Durim Bamin, dhe mund t'ishte Aldo Avdyli njeriu që duhet ta ekzekutonte. Aty pra është çelësi i historisë, more Koli. Ashtu është. Po këtu është çelësi, vëlla. Po nga e dini? Që e morën këtë bë aleanca me këtë njeriu, i thanë. Jam dakord. Vëllai thanë. Parisi është mbrapa përpara me ata që është një fshat i humbur. Është një fshat i humbur, janë sa të lodhur. O Koli, nuk po më kupton. Të fortët bëhen me të fortët, nuk bëhen me të dobtit. Sa po e kupton? Nuk po e kupton, më burë. Nuk po e kupton. Me këtë do bësh ti, Koli? Me kë? Me një grup njerëzish të fortë që kanë pushtetin, apo me një grup njerëzish të humbur atje me ata që janë prerë dita krahë? Me këtë do bësh ti? Ose s'po e kuptoja. Të i thanë Avdyleve, ti me këtë do bëni? Kuj ti thuash Avdylaj më? Kuj ti thot Avdylaj më? Po s'po më kupton. Po ti nuk i nje Avdylaj për të kuptuar që mund ta kenë bërë këtë histori. Se ti je i thanë Avdylaj, ti jesh me këtë. I vetëm i banesës për Martinaj, për atje. Ti ke historitë veteranën të regojnë.
si i than Avdylaj ti me këtë do bëhesh. Tani ne po flasim kush e qëlloi këtë. Ore, nuk ka rëndësi kush e qëlloi. Si më... mund ta qëlloj një evë gati atan, një njeri pa lidhje morë, burr. Kush e kapi? Ervis Martinaj ta qëlloj një evë. Kapur, të lidhur. Jem Terezi, qa po thua, po jo? Se mendoj duhet shkruar këtë ana procedurale. Atere, cilat janë, si pas kryet që të gjojë me të gjithë, si ti ke kohë, do me thonë, e ke ndjekur, e ke parë, e ke afruar, ke parë burimet, ke parë gjitha, cilat janë pistat për fatin e Martinajt? Përmendën emra këtu e të gjitha, dyshime, po pistat që djek shteti... Dokle është pirur dhe marrë në pyetje, nëse më lejon, e qënë se unë kam qënë edhe gjatë kohës se kam filmuar në kohën që është marrë në pyetje. Indri Dokle është marrë në pyetje në policinë e Lezhës pasi ndodhi ngjarja dhe ka sqaruar pozicionin e tij, sigurisht që është në listën e personave që po verifikohet. Ndërkohë, kanë disponuar në atë kohë një vendim të gjykatës që urdhëroi kontrolle tek Avdylajt, sepse rezultonte sipas lëvizjeve në kamerat e sigurisë, një pjesë cilave unë edhe kam publikuar, që Ervis Martinaj kishte marrë një drejtim, pra kontakti i tij fundit mund të ishte në zonën e Shijakut. Dhe për këtë arsye, në atë kohë gjykata ka urdhëruar kontrolle tek Avdylajt. Nga ana tjetër janë kontrolluar po me vendim gjykate disa kapanone, por edhe baza në zonën e Mirditës, sepse rezultonte që automjeti i Ervis Martinajt është gjetur diku në rrugën e Kombit, diku në afërsi të Repsit. Në atë kohë kam disponuar edhe, nëse i kthehem pas mesazheve, mund të gjej edhe automjetin që është gjetur në një pikë karburanti i parkuar dhe i hapur automjeti i Ervis Martinaj, ishte automjeti i blinduar. Nga ana tjetër janë sekuestruar kamera në një biznes në Vorë, ku është parë në momentet e fundit. Janë sekuestruar kamera dhe marrë në pyetje administratorët e një pallati në Tiranë pas Ring Center, pra po tregoj vendodhjen, në të njëjtin pallat ku kishte edhe njerëz të drejtësisë që mendoj që është momenti i fundit, pra këto janë të gjitha veprime hetimore dhe janë me vendime gjyqësore këto që po ju them. Aftët, kontrolluan por që nuk më shkonde në mendje që ku do futesh. Ky djali në Vlorë u kontrollua, çka ka ky që është larguar tani në Inesi. Hajrullaj u kontrollua në gjithë kohën për këtë, domethënë. Kjo loja e këtij. Problemi është që kur kush nga këta edhe në pikën më të madhe, nuk pranon ta ketë kryer këtë. Dakor, po, kam marrë logjikën e gjës. Nëse më lejon. Janë ushtruar kontrolle në Vlorë, tek Ines Hajrullah që konsiderohet më këm si i Edison Faqediegurit, Edison Harizajt. Po ashtu, të lutem, Koli dhe 2 momentet e do ta mbyll. Ka pasur kontrolle në zonën e Potamit, në Himar, pas një sinjalizimi të dhënë nga një polumbar holandez, i cili informoi policinë shqiptare që gjatë zhytjes në det kishte arritur të filmonte me pajisjet e tij një trup të pajet. Dhe në atë kohë dyshua dhe Renea ka qëndruar, unë kam qenë në Potam, mund të kesh zyrtar të Renea, u bën dhe kontrollet në det. Pra do thot, për shkak të konflikteve shumë të forta që kishte me një sër grupesh, që nga Dokle, që nga Dukët, pra Leonard dhe Erlis Duka, e të tjera me radhë, skejet e tjerë, pra duke qenë se kishte konflikte shumë të forta me një sër emrash të botës së krimit, ka një sër pistash që secili prej këtyre emrave është i dyshuar. Kush është qelësi i kësaj historie? Sigurisht kishte edhe përplasjen politik, ju e dini ai u zhvendos në Surrel, jetonte shumë pranë vilës shtëpisë së kryeministrit në një nga vilat aty. Pra në këtë parë sigurisht, kjo u konsiderua kashillëk. Kishte interesa dhe në biznes. Kishte interesa dhe në biznes. Nuk kanë si, mo njerëzit mendojnë se cili... Çfarë nuk kuptoj interesa në biznes? Duke qenë se qarkullonte miliona, ju e dini kishte probleme dhe me Ervin Matën, se duhet të kthejmë gjithë temrave që t'jemi në rregull me palë. Kishte edhe përplasje në zonën e Ish-bllokut. Pra, duke qenë në këtë lloj situate, pistat janë të gjitha të hapura. Kush është qelësi në gjithë këtë histori? Në gjithë këtë histori ka vetëm një detaj. Kush është njeriu që e nxori nga strofulla Ervis Martinin? Pra nëse shteti do të arrit të zgjidhë vetëm këtë moment, pra të gjej njeriu, Ervis Martinaj nuk ishte njeri që dilte në rrugë i pasiguruar nëse nuk ishte një njeri të besuar. Pra do thot, Ervis Martinaj ka dalë në rrugë nga një person i cili ishte, unë do jap vetëm 2 detaje. Brillant Martinaj është vrarë pasi është takuar përpara lokal Brazilit me Jeton Lamin.
është personi i fundit që e ka kontaktuar. Absolutisht, dhe më jeton pas Lami, Kushuriri vet, Po, janë njerëzit cilët dhe mendohen ka qenë i që fundit. e kanë traftuar në familja e diet. Nga ana tjetër, Ervis Martine është dukur po pas kontaktit me këtë person. Me Ai jeton nuk ka Lami. folur, por këto janë fakte se unë i kam me dokumenta. Pra, e kam edhe me pamje filmike, e kam publikuar atë pamje. Bashkëpunëtorët e ti janë vrarë të gjitha, po kanë betur? Jo, se ishim në të njëjtën frekuencë mendimi. Sot që thuhet, bashkëpunëtorët e ti janë në absolutisht pjesë e një ndër krimeve, por kjo nuk ka lidhje me identitetin duke qenë bashkëpunëtorët e ti. Derivatet e ti kanë shkuar deri te pjesa që kanë shkaktuar krimin më të madh në këtë vend, të vitit fundit, i cili është Dobraçi. Por kjo nuk do të thotë që ti mund ta lidhësh detyrimisht në një pjesë, sepse ai është dukur përpara 2 viteve dhe është vrarë. Njerëzit cilët kanë lënë në rrugë, hakmarrjet kanë vazhduar, siç është ajo e Athinës, ku një ndër njerëzit e tij më të ashpër në konflikt u ekzekutuan në Athinë, e tjerët me radhë. Mirë po, në fund fare, në gjitha shesemet në këtë komunitet, në këtë opinion, duhet vinë në përfundimin e kësaj, për t'i dhënë një përfundim. Dhe përfundimin duhet ja jep të spaku, jo dikush tjetër. Ervis Martina është vrarë. Në Shqipëri... Se cili e ekzekutoi, kjo është një pjesë që... Edhe një pyetje kam unë... Se kush e bëri. Po, qartë, edhe një pyetje për t'i ikur këti momenti, dhe për të dalë në 2-3 problematika tjera që ne kemi për këtë pjesë. Pra, bashkëpunëtorët ka, thoni ju, dhe nuk kanë mbetur të gjallë dhe nuk janë vrarë të gjithë. Në Shqipëri tani vijojnë baset ilegale. Dhe me thënë, Vis Martinaj la një boshllëk të madh të baset e këto. Si kontrollohet kjo gjë sot, me thënë, se njerëz të fortë apo si është kjo punë? Ja, ta them unë. Se vazhdon kjo. Vazhdo. Dhe pastaj Xhabina. Ja, okay. Mund ta. Paset ilegale janë të pikës së tillë. Në Tiranë kanë 4 duar. Nuk ja lëshoj. Të forta kështu janë. Po të forta. Po ta kem dhe unë shok e Diramën dhe unë i fort, nuk jam në emisionin tënd. Jam antar i kabinetit qeveritar. Po ti është kështu, do? Shok i Diramës. Sresin atje. Lart. Nuk jam, Shkon me një lart. jam antar i kabinetit qeveritar. Në Elbasan, Mirë që jemi këtu, Okoli. po mirë, okej, kam me kënaqësi. Po vjen qeveritar se përfundon edhe gabim. Se antarët e qeverisë si ku po shkojnë në atë rrugën... Atëre, ka një gjë në pikën në cilën nuk ka në një dëshifrim shumë të madh. Në Tiranë kanë 7 duar. Në Shkodër, pare thonë, ne me këtë mbajmë, me kumaren, e kanë. Në Durrës e ka poje. Po e ka deri në pikën më të fundit. Po. Se me që kisha një diskutim, ka përveç kumarit, ka dhe... Jo, ta mbarojmë të... Jo, ta mbaroj, se më provokoje për para se të futesha. Se ka dhe kafen Trodo. Trodo do të thot edhe Troplini dhe Doçi. Edhe ka me gjithë kafe dhe me gjithë pikën e baseve. Pra do të thotë e ka në pikën e vetë më të mirë Po, ka kontrol total mbi territorin edhe mbi aktivitetin. Shumë pak e din. Po, ai është shumë e qartë se Trodo e marrin sigurisht në kafe. Kur thu Trodo kafe e marrin sigurisht një kafe italiane e shpikur. Jo, Troplini Doçi është një bashkëpunim në atje. E kanë ku marrin. Pra, por nuk ka një problem që dhe në Vlorë e ka më ky djali që e përmendëm se ishte duke më shaj ditë përpara një 2 muajve dhe prandaj s'ja mbaj mend emrin. Edhe të shantë edhe si mban mend emrin? Më, është djali i vogël. Xhabina? Nuk Te bastet. hyn deri te atje. Ta mbaroj. Po pra se kemi dhe 3 pika tjera. Përderisa nuk vendosi Dirama që do ta legalizoj, këta do ta kenë. Te bastet përveç emrave... Ora aty janë legalizuar, kanë bërë dhe bordër. Po që përmendi nuk funksionon toj. Po nuk e bën dot Denisi. Maron dot këtë punë për. Çfarë them? Po nuk e maron dot këtë punë për, çfarë them unë? Përveç grupeve që përmendi Koli, kjo industri në këtë formë që është sot nuk mund të rinë këmbë edhe pa një faktor tjetër shumë të rëndësishëm, që është policia e shtetit,
që kontrollon territorin dhe në një farë mënyre ka dijeni se çfarë ndodh edhe me bastet në gjitha qytetet, Edhe ata i qytetet e kontrollojnë. vendit. Kështu që është një industri e palishme me miratim nga lart që në këtë rast kontrolli më të mirë mund t'ja bëj policia e shtetit. Po, që problemi i madh është që shumica e bastave, sepse ai që ka sëmundje, atë do luaj, do vazhdoj të luaj. Ajo është një sëmundje nga më të vështirat që mund të përballojë një person. Pra, zakonisht përdori një frazë që vesi del me vdekje. Pra, kujtes njeriu i ikën dhe vesi. Është një ves shumë i fortë që Qartë. në një person që shkon dhe e nisat punë, i nxjerr fundin, i shkatëron veten ekonomikisht, mund shkatëroj familjen, mund shkatëroj fisin e tjera dhe kjo është ajo e basteve që vazhdojnë, por problemi më i madh për mua është që shumica e parave të basteve që janë tani të paligjshme shkojnë në xhepat e krimit. Ky është ajo që duhet na shqetësoj shumë. Ta mbyllum se kampanjë. Jo, do të ikëm nga këtu, mbaruam. Mbaruam, Se s'kemi kohë. për para se të largohem. Një minutë. Nuk pash- largohesh mos se kemi dhe 3 pika tjera. Po, jo, kampanjë një këshu, e pash në mos ashu se unë i besoj Ëndra. Kë beson unë? E Ëndra. Në rregull mos zotëri. Atëherë. Po një i ka vrarë nga ata. Se ti the shumë emra. Apo i kanë vrarë bashkë. Jo, kampanjë Ëndër, shio si ishte Ëndra. Ëndra ishte e tilla. E pa Ëndër mos trego se na morëm qafë, do na nxjerrin këta. Jo, ëndrat zbatohen. Ëndra ishte e tillë. Unë, Proda, Ti kërkori Proda? përgjithshëm, e kisha ëndër, nuk është e vërtet. Kjo është në Proda, Poja dhe Altin Hajri duke luajtur kumar. Ky i fundit la 3 milionë euro. Me çfarë? Proda fitoi. Çfarë thu? O e kam ëndër valla, nuk është se është e vërtet. Se ke parë ëndër. Me ëndrën e Zollit Bregu, i cili Poja fitoi. të gjithë shikojmë Poja ëndra. fitoi. Ëndër është. E pe natën apo me sy hapur? Me sy hapur e pash. Atëre, Para se të me këtë ikim nga ky moment, Para se të vijat e- dhe zbresim, ikim nga ky Ervis, nga Ervis Martinaj, ikim. Je i vetmi që nuk ja di emrin. Në Shqipëri të gjithë, Jo, vetëm jo, bëj search qa thuhet për të. Ikim nga Ervis Martinaj, Je i vetmi që nuk ja marrë mend emrin. dhe mbrimë te një gjë tjetër, nuk e kishim në fakt në skalet, po të nderuar të shikues këtu gjithmonë ndodhin gjëra të habitshme. Unë nuk e pash si lajm se po merresha me programin, me skaletimin e programit, po ndërkohë ndodhi që Olsi Yazexhi, nga larg, ai ishte në Malezi tani, më shkroi mua dhe një mesazh dhe më thoshte që ne donim ta futim atë, po tani atje ai flet se duhet i tora një afërsisht 4 mëngjesit. Po më shkroi një mesazh, këtu ka ndaluar në Rinas një imam antiterrori, po e keni ja imami. I vjetër në moshë Klodi imami, ky imam. Nuk është imam, është një filozof islam. Predikues fetar. Predikues fetar shumë i njohur, mbase më i njohuri në botë. A është i njohur ky? Mbase më i njohuri në botë. Dërsa Olsi Yazexhi më shkruan mua, Ylli, a mund të bëjmë diçka, thotë se kishte parë lajmet ai, po pastaj ata e zërgjumi se unë e pash mesazhin me vonesë. Dhe a mund të bëjmë diçka, tha, sepse unë e kam ftuar në Shqipëri. Po dhe Olsi që e ka ftuar në Shqipëri këte. Dhe ai është vetë në Malezi, po kush do ta priste këtë këtu? Dhe që fjalime do mbante. Po tani ne nuk e pyesim dot Olsin, sepse ai është ora për sprapi në Malezi. Tani mos pyete gjë. Zonja Klodi, ç'është ky që ka ardhur tani këtu? Ishte në Serbi, thonë, nga Bosnja e këte. Po, Imram Hoxhein ka mbritur sot në aeroportin e Rinasit me një linjë. Dhe pse na erdhi ky njeri këtu? Aerore, nuk mund të them dot se si është ftuar dhe arsyet se ka ardhur. Ka ardhur. Sigurisht Dhe një leksion. Me fe, ligjërat, predikim për ligjëratat fetare. Megjithatë, aeroporti i Rinasit Nga Beogradi ka dhënë një leksion përpara studentëve të drejtësisë. Po, dhe nga ndej, Dha në Beograd leksion, para studentëve të drejtësisë, të drejtësisë. dhe ka ardhur në Rinas dhe është bllokuar. Në Rinas. Tani, Po ajo pse është bllokuar, Pse antiterrori, pikërisht antiterrori e bllokon këtë njeri, se ajo pse është bllokuar, bën terrorizëm ky. është jo është e fjala. Terrorizma nuk bëhet vetëm me pushk. E fjala.
Te fjala. Se dhe fjala është, ka dhe fjalë terroriste. Në ligjeratat e veta, ky njeri është anti-izraelit i fort. Është anti-izraelit ky. Po, flet për genocidin në Gaza dhe është pro-rus. Dhe mendon që Rusia do përmbys dhe Izraelin dhe perëndimin dhe kundër Turqisë e tjera. Pra, kjo është gjithë fabula. Pra, zoti Dervishi, ky është paska dy gjëra brenda, edhe kundër Izraelit, që ne nuk e pranojmë këtë, qeveria jonë e gjitha, edhe pro-Rusis. Edhe pro-Rusis, bashkoka në dy gjëra, që nga ndryshe nga njerëzit e tjerë, mund të tregojmë tani se është pak ka një tekst kështu gjysmë banal, një ngjarje shumë e bukur, që Lazgushi shkret ndjes pas të diqte një dikush që bënte vjersha dhe ante pilaf ky Lazgushi, ante dhe ky. Ante Kos, se i vëdim të Stamaku. Edhe i thosh, zoti Lazgushi, a i ke lexuar vjershat e mia të gjitha? Po nuk do vazhdoj të tregoj se vazhdon banalizohet pastaj. Dhe po ai kishte të gjitha të mirat brenda. Ky me Lazgushi, ndërsa ky pas ka dy të këqija. Të mëdha. Imran Hosein është ndaluar, ose më sakt, nuk është lejuar hyrja në... Ç'lidhje ka me ky me terrorizmin tani? Po pra ja ta shpjegoj. Se ai mban leksion tot. Po s'ka lidhje me terrorizm? Atëherë. Personi pa dëshiruar. Atëherë. Nëse më lejon zoti Rakipi për ta mbaruar. Në momentin që ka zbritur në tokën shqiptare dhe është paraqitur në pikën e kontrollit kufitar për të hyrë në territorin e Republikës, ka rezultuar në sistem që ka kartel të kuqe, pra ka një njoftim në kufi që ky person është i padëshiruar për të hyrë në territorin shqiptar, sepse klasifikohet në ato vepra, pra nxitja urrëties, gjua që përdoret të tjerë, që hyn në kategorinë e veprave që kanë të bëjnë me terrorizmin, sepse terrorizmi ka disa forma të shfaqjes dhe një prej tyre është gjuha e urrëties. Në këtë aspekt, procedura e parashikon që personi i cili nuk është i dëshiruar për të hyrë pra në territorin e një vendi të caktuar, në rastin konkret të Shqipërisë, qëndron në zonën neutrale, pra në zonën tranzit, dhe linja ajrore, e cila e ka sjell në Shqipëri, në rastin konkret ka hyrë nga Beogradi në drejtim të Shqipërisë, është e detyruar që në udhëtimin më të parë ta kthejë mbrapsht, pra ai nuk do kthehet në Trinidad nga ku është dhe që ku jeton dhe ka regjistrimin e tjerë me radhë, por shteti shqiptar, duke qenë se nuk e ka të dëshiruar për të hyrë në territorin tonë, i kërkon kompanisë ajrore që ta kthejë mbrapsht. Problemi është që zotëria është edhe i moshuar, kam përshtypjen është mbi 80. Dhe në këtë aspekt ata janë duke pritur që fluturimi i parë që do jetë për në drejtim të Beogradit, do ta kthejnë nga vendi sepse është porta hyrëse ose vendi nga ka hyrë është Beogradi në rastin konkret. Kështu që në momentin që ne flasim është aty. Se çfarë përmban absolutisht janë të konfirmuara zyrtarisht. Në momentin që ne flasim, se ka dhe një moment tjetër, duhet parë se çfarë përmban dosja dhe se çfarë antiterrori ka shkruar në dokumentat bashkangjitur, këtë nuk jam në gjendje ta them, sepse antiterrori përgjithsisht i ka të klasifikuara nga mënyra se si vepron dhe operon me institucionet ligjzbatuese ose shërbimet sekrete të vendeve, pra shërbimin sekret shqiptar, por edhe shërbimet të vendeve të tjera, patjetër që brenda dosjes mund të jenë detaje dhe të dhëna, të cilat normalisht mund ta bëjnë këtë person të padëshiruar. Por në njoftimin që është dhënë në kufi, pra në atë njoftimin që ka në sistem të hyrjes brenda vendit, dyshohet që ka lidhje me vepra që nuk kupton terrorizmin, në rastin konkret gjuha urrëties, për ta thënë me fjalë të thjeshta. Dhe predikon, sikurse Ferdinandi dhe Gjevahiri e shpjegon, predikon, pra është kundër Izraelit, flet për genocidin në Gaza, sigurisht ato pastaj janë çështje që antiterrori mund të ketë të dhëna për te atyre çfarë mund të shfaqen publik në rrjetin e tij social apo në predikimet që ai bën. Më mirë që e kishte zënë gjumi këtë, më mirë janë se sigurisht. Më mirë që e ka zënë gjumi këtë orë si Azergjum që është orari që fle, se do kishim bërë fjalë tani, do ishim përplasur, do ishim zënë gjithë. Do ishim zënë. Jo, ma kishe lënë mua. Por si Azergjiu ka probleme. Ose ta lëshoj aty. Mund ta zër gjumi atë, po nuk e zë gjumi ambasadën amerikane. Ta i ngren ajër. Ditë natë është pa gjumë. O, këta i ngren ajër. Nuk të mush mendja që ky ka kartel të kuqe. Jo, nuk është. Ambasada amerikane di dhe kush ka diplomë në Shqipëri, jo më të di kush ka armë.
Po flasim për një njeri cili ka 531.000 subscribes në kanalin e tij të YouTube-it. 531.000. Është një njeri cili ka një audiencë shumë të rëndësishme me predikimet që ai bën dhe për këtë arsye është parë si rrezik për këtë leksionin që do jepte në Shqipëri. Në dijenin time këtij personi i është thënë që ku do shkosh dhe në cilin vend do të bësh leksionin tënd, por nuk është treguar. Dhe në këtë moment antiterrori ka kërkuar policisë së Rinasit që ta rikthej nga vendi ku ka ardhur. Ka që thjesht është historia dhe është kryesisht nxitje e urrëties. Por që klasifikohet në kategorinë e veprave që lidhen me terrorizmin, pavarësisht formës, do të Unë them tani që kaq këtu se nuk është Olsi për fat, nuk ishte që të bënte komentin. Olsi ka probleme vetë për të futur kështu për të Pse është edhe ky në këtë pjesë? Në këtë jo. Me mirin mosh. Pa dhe ai fiton ca lekë burr duke bërë Ku kështu. është Njerë bën spionin, Është në Malezi. Njerë bën Malezi dhe aty orari është shumë keq. Tani 4 është. E ka Po se mos na zgjohet ynë dhe nuk kemi kohë, se do të vazhdojmë programin. Tani. Jo, kohë s'kemi, po takat kemi. Ikim nga imami Ai tani. ndryshim shumë të madh. Imam Imran Oseini, do thënë ai ndalua dhe tani do kthehet në Beograd. Ja ka një merak edhe. Beograd je pranon nga që është prorus, besoj apo jo? Si? Beograd je pranon nga që është prorus. Jo, Edhe besoj kundër për shkak se Izraelit. ka udhëtuar nga i vend, se ligjet ndërkombëtare thonë që ti kthehesh në vendin nga ku je nisur. Tani, kemi një moment që unë mendoj është shumë i rëndësishëm. Se ne diskutojmë, do me thënë, dhe publiku është interesuar, shikuesi është interesuar përgjithsisht për botën e krimit e për të ndikur dhe për të parë. është një botë shumë interesante dhe shumë e ndjekur, të habitur dhe të smeruar çfarë ndodh. Por ndërkohë në vendin tonë të nderuar të shikues, ndodh një gjë më të mëshme se bota e krimit. Se bota e krimit një lloj çdo, vrasin, hedhin erë, shkatrojnë, djegin, përvlojnë, gjithçka bëjnë. Por në vendin tonë ndodh një gjë tjetër shumë e habitshme. Ulen dy njerëz në kafene dhe vriten. Vriten në mënyrë pasin shkak, pasin arsye. Pra, shqiptarët, si shtot Faik Bekonica, unë e kam situar këto kohët e fundit, se ndodh vazhdimisht, vriten për çmosgjë, për një gardh, për një vijë uji, por tani kanë filluar të mos vriten dhe për gardhin, dhe për vijën e ujit, po të vriten për fare për çmosgjë. Do me thënë për asgjë. Kot, ose pse më pe, ose tani dim një debat për ekspresin e kafes. Do me thënë, kemi vrasje tani për ekspresin e kafes një lokal në Manzë, ku vran 2 të rinj. Për debat për ekspresin, ha? Monza apo Manzë? Zonja Manzë. Manzë. Manzë e kemi? Zonja Lala tani, çfarë ka ndodhur? Dhe si është dinamike kësa ngjarje? Po ta shpjegoj dinamikën, zotë Rakipi, po unë do të ndale vetëm një moment të këmbana e larmi që në këndvështrimin tim duhet parë në 2 aspekte. Së pari që çdo i ri në këtë vend mund të lëvizë lehtësisht me armë, edhe do të kemi parasysh. E kam pyetjen e dytë. Si ka mundësi? Si ka mundësi tani me armë në brez të rinj? E dyta që të gjithë tregojnë të shfaqen si të fortë edhe të thonë që jemi ne. Historia është sa banale aq edhe tragjike, duhet thënë, sepse janë 2 të vrarë, 1 në kërkim dhe 4 të arrestuar deri tani. Dhe ka nisur për një debat që ka të bëj pikërisht me ekspresin e kafes. Pra, në një lokal që është vetëm pak metra larg stacionit policisë, pra nëse policia mund të kishte ndërhyrë... Stacion është policia. është stacion policor, por rajon, stacion njësoj, besoj po që... Ideja është që për ta sqaruar dinamikën për qenë shumë korrekt, në orën 01:25 të mëngjesit të datës 22 tetor 2025, në ambientin e jashtëm të lokalit në Manës, ka shkuar dhe rezulton që shtetasi Daniel Pepa, i cili është aktualisht në kërkim, ka hyrë në lokal dhe është konfliktuar me kamarierin e lokalit, sepse i ka kërkuar kafe dhe kamarieri lokalit ka thënë që e kanë fikur 2 orë më përpara, pra rreth orës... Dhe duhet ndezur aparatikët. Dhe duke qenë se e kanë fikur, nuk jam në gjendje të bëj një kafe. Dhe janë konfliktuar dhe verbalisht edhe fizikisht. Në këto moment, Flori Paluqi, i cili duhet thënë që ishte në kërkim për një plagosje të dyfisht
në Itali dhe unë nuk e kuptoj se si policia shtetit ende nuk ka një shpjegim që ai lëviste jo vetëm me armë, sot është i vdekur, i vrarë, por lëviste edhe me armë dhe ishte në kërkim dhe ishte mu përpara hundës policisë, prandaj e theksova që është vetëm pak metra nga stacioni policisë. I ka kërkuar Daniel Pepës, që ishte Daniel Pepa bashkë me mikun e tij Aranit Kurti, që të mos debatoni me kamarierin, sepse ai nuk mund t'ju bënte kafe. Pra, ky ka qenë debati mes tyre. Në këtë moment, Daniel Pepa bashkë me Aranit Kurti janë larguar dhe janë rikthyer edhe me një person të tretë. Dhe kanë filluar të gjuajnë njëri tjetrin. Flori Paluçi ka vrarë Aranit Kurtin, ndërkohë Daniel Pepa ka vrarë Flori Paluçin, pra nga shkëmbimi i zjarrit mes dy palëve. Dhe aktualisht ne kemi 4 të arrestuar për moskallëzim krimi dhe për armbajtje pa leje, dhe Daniel Pepa që është në kërkim për veprën penale të vrasjes me dashje. Pra kjo ka qenë dinamika e ndodhur brenda pak minutash. Fillimisht thuaj që Flori Paluçi ka gjuajtur me armë në tokë për t'i trembur, më pas e kanë qelluar, ai ka qelluar në drejtim tyre pa. Pra kjo dinamika do sqarohet nga dëshmitë dhe nga kamerat e sigurisë. Por dy janë momente që duhen parë me shumë kujdes dhe mendoj që janë realisht një këmbë alarmi. E para është njerëz si ka mundësi që në Shqipëri qarkullojnë njerëz me armë në brez në lokale. Aty, vetëm në atë vend ngjarje, në orën 2 të mëngjesit, pak metra larg stacionit policisë, në një zonë e cila pretendohet të jetë shumë e monitoruar, sepse aty kemi gati 2000-3000 mujahedin. Dhe mendoj që t'jetë një zonë shumë e kontrolluar. Po, shumë afër janë. Manza, është ajo zonë është. Ajo zonë është shumë afër. Po është Farruku, pra. Po shumë afër. Pa është Farruku, në qiturë, po ruajnë Farrukun, pra nuk po ruajnë Manzën, nuk po ruajnë atë, po ruajnë Farrukun. Faruku kush është? Pa mirë me Farruku është një po ruajnë Farrukun, pra nuk po ruajnë Manzën. Se tani populli nuk kupton populli. Populli Faruku e dhita. Pa është Manzat nuk ka rëndësi. Populli dëgjon. Ju lutem. Pra, të lutem. Ta shpjegoj. Unë në thash gjë tjetër, Sokol. Paluçi është autokton. Pra, ishte një njeri i cili po pinte i kafe në lokalin e vetë. Këta që kanë ardhur, edhe duke fyer atë, janë i personi që po i shërben në i grupi kriminal për shërbimin e tij, për të patur ai mos kontroll nga policia e shtetit. Kjo pasaj hyn tek pjesa e... Po çfarë po thoja unë ishte kontekst krejt tjetër, po të thoja, presupozohet, duke qenë se është kampi i mujahedinëve, duhet jetë një zonë shumë e sigurt. A ka aty bos të krimit që janë shumë të sigur dhe kontrollohen, kanë bazën e tyre, nuk ka kontroll policore? Patjetër që po. Por unë po thoja gjë tjetër, po thoja, duke qenë se është Manza aty dhe mendohet që është një zonë pik strategjike, mendoj që aty, sipas këndvështrimit të zotit Rakip, të lutem. Dhe në këtë aspekt të rinj që lëvizin me 3 armë, 4 armë, në këndvështrimin tim janë këmbën alarmi, e para. E dyta, banaliteti për cilat ndodhin ngjarjet. E kupton sa e rëndë është? Po nuk është banale. E kanë matur gjatësinë me njëri tjetrin më përpara. Kjo nuk mund të pranohet. Çfarë statistike ka në një kafe në Mancë? Sot, këtu ku jemi ne, kafja sot e punës tonë nuk është e hapur. Ku jemi, jo në Mancë tjetë e hapur në orën 1:30. Dhe në 4 klientë, 4 jenë të armatosur. Erdhe tek ajo që unë thash, që duhet ketë kontroll dhe ndaj është një këmbën alarmi. Ku ata kur mbarojnë përdorimin e lëndës narkotike, shkojnë për të pi kafe, shkojnë për të ndajë, shkojnë për të pa. Të lutem, të mos se jemi në limite dhe duhet të themi dhe dy gjëra. Është unë për mendimin tim kjo është ngjarje ku disa të rinj aty ju ka dalë situata nga kontrolli. Unë mendoj që për shkak të dinamikës që ka ndodhur ngjarja, mendoj që askush nuk ka dashur të vrasë askush, por për shkak të veprimeve më pas ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Pse e them këtë? Për një arsye shumë të thjeshtë. Në momentin që Daniel Pepa, një nga autori i kësaj ngjarje, ka ikur dhe ka marrë armën së bashku me shokun, Paluçi e tha Klodit që ka qelluar në tokë për t'i trembur, por Daniel them këtë që Daniel Pepa është trembur dhe e ka qelluar me plumb pas shpine, nga informacioni që un kam, me kurriz. Më pas shoku i Daniel Pepës është afruar tek personi plagosur për ta qelluar sërish dhe aty Paluçi ka qelluar Aranitin, që është vetëm 21 vjeç në mos gaboj apo 22 vjeç.
Kështu që më pas ai është shëmbur, në tokë. Pol, po them, një 21 vjeçar që qëllon me armë. Nuk qëlloj. Është ka gjak ftohtë. Qëllon dhe vret dikënd me dy po nëse do kishte qëllim për të vrarë, do kishte shkuar që herën e parë me armë burr në lokal. Nuk do kishte shkuar. Po pra ka ndodhur një... Sa gjak ftohtë mund të jetë. Ka ndodhur një gjë që ka dalë situata nga kontrolli gjithë dhe ka që ka pasur një plan tani gjithë sheri, ju lutem. Sheri është për ekspresin e Kafes. Pra ne jemi një popull, po ja të lutem tani, se unë e mora këtë ngjarje, se nga këto ndodhin gjithandej më. Vetëm të ne ndodh kështu. Nuk ndodhin gjithandej, ndodhin në Shqipëri. Nuk ndodh. Jo, gjithandej ndodh krimi. Ndodh krimi. Po jo kjo. Po jo me një... Tu ndodh në mënyrë normale vrasja e njerëzve të zakonshëm, që nuk ndodh në asnjë vend botë. Jo me një motiv kaq për tokë. Pa motiv fare, pa motiv. Ore pa motiv fare. Kjo është ajo që na dallon. S'ka motiv dhe këtu është problemi. Dhe këtu, kjo është një shoqëri, ne jemi një shoqëri e mbaruar. Një shoqëri që jemi në gremin. Jemi duke rënë. Akoma në poshtë. Pas vrasjes gjyqtarit Kalaja, Redi Rama tha tani idenë e ashpërsimit një minutë. Të dënimeve për mbajtje pa leje. Zgjidh gjithë kjo. As gjithë kjo. Që mund të bëj shteti për të çarmatosur popullin me gjithë arsye në armët të Shqipërisë tani. O zotëri Akipi. Që mban koburen Brest tani i riu 20 vjeç. Modeli që s'ka qenë as në shkollë, as i kundi, shkon as i kundi. Është një dramë e madhe e shoqërisë dhe kjo është shumë më e madhe se krimi që ne kemi. Shumë më e madhe se trafiqet. Kjo është një shoqëri, ne jemi një shoqëri e mbaruar në këtë plan. Këtu e kam fjalën unë. Kjo është një gjë e tmerrshme. Do me thënë, dhe duket që shteti ka ngritur duart, se ndodh një herë, 2 herë, 50 herë, 100 herë, 1000 herë, kjo ndodh vazhdimisht në Shqipëri. Njerëzit shkojnë për asnjë që mos gjë. 2 fjalit e para. 2 vetëm se do ikim atje. 2 fjali. Atëherë kjo do të ndodhi në pikën kur Poja i dërgon një letër, edhe pse nuk di të shkruaj, Prodës, i thot, i dashur Proda, kam sa armë ke shtëpia, hajde merri. Po t'ja shkruaj, pa i nuk di të firmosi. Kur t'ja shkruaj këtë... Jo, nuk ka. Jo, më keq. Jo, po nuk ka. Mos më keq kuptot. Shiko, çdo fjali e ime nuk është përgjegjësia jote. Është përgjegjësia ime personale. Po pra, unë që kam thirrur janë përgjegjës për... Po, emisioni mund t'jetë i joti, po ajo fjalia që them unë është përgjegjësia ime. Po mirë, më dakord. Po pra, okay. Po njëra, 2, 3, kur bënë 5 fjali. Edhe është. Okej. Tani nuk të kuptova mirë, po hajde. Mirë, edhe unë jam Atëre, kalojmë... Dakord, më nuk të... E mbaj përgjegjësinë time në... Ashtu si që mund ta kesh ti e mbaj në unë. Lidhje e policisë me krimin. Nuk është vetëm kaq, më jo. Është dhe vetë shoqëria. Sigurisht që ka lidhje të mëdha policisë me krimin. Po shoqëria vetë është e inkriminuar. Nuk mund të vrasë njeriu për ekspresin e Kafes, sepse ai e kishte fikur ekspresin. Po si për ekspresin ata janë, unë po të them, gjysma janë ushtarët e Farrukut e gjysma këta si kanë vajt kur ti kontrollojnë. Po aty do përplasin një ditë. Su përplasin për Kave, do përplasin. Pse ma pe Bostanin? O kjo pra është, pse ma pe Bostanin? Do përplasin një ditë, është probabilitet. Okej, atëre, nuk ka motiv kriminal. Kemi dhe një moment... Ka motiv, nuk janë motiv në... Tani, kemi një pikë të fundit të cilën Limeta prap në gjyq tani, se shumë gjyqje vete vazhdimisht dhe vazhdon mbaron gjyqi dhe mbetet në burg. Çfarë do të thënë këtë tani? Ç'a ndodhi Klodi, se kuptova unë? U rrëzua një kërkesë radhës e zotit Meta për zëvendësim të masës së sigurisë. Zoti Meta pati një seancë ditën e djeshme kur kërkonte shuarje të masës së sigurisë. Shuarja e masës së sigurisë ndryshon nga kërkesa për revokim apo ndryshim mase, sepse shuarja lidhet me përfundimin e afateve tërësore të hetimit. Pra zoti Meta pretendon që duke qenë se ka plot një vit, pra fiks një vit që qëndron në paraburgim, paraburgimi e ka humbur fuqinë dhe për këtë arsye duhet të lirohet. Gjë që u rrëzua dje nga gjykata, nuk e di arsyetimin sepse seancat kanë qenë me dyert të mbyllura, por ama di që ditën e sotme zoti Cakrani ka patur një debat të fortë në sallën e gjyqit sa i përket sjelljes prokurorisë ose pretendimeve të prokurorëve. Megjithatë, gjyqtarja Saida Dollani, pra gjyqtarja e posaçme e apelit, vendosi që ta rrëzojë kërkesën e zotit Meta dhe të lërë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme. Do të thotë ka dy mundësi, zoti Meta ose të drejtohet gjykatës së shkallës së parë, pra gjykatës posaçme shkallës së parë me kërkesë të re për zëvendësim mase, gjë që mund ta bëjë në çdo kohë, sepse këtë ja lejon ligji, ose të pres rekursin në gjykatën e lartë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
por për momentin ai mbetet në masën e sigurisë të arrest në burg. Ka dy pretendime, zoti Meta thotë se nuk kam asnjë rrezik që të prish provat apo të intimidoj dëshmitarët, përsa kohë që provat ata çfarë rreziku thonë? Meta thotë kështu. Ata për me çfarë rreziku? Atëherë prokurorët arsyetojnë, pra duhet të jem shumë e qartë me të dyja palët, pra ta kuptoj dhe publiku. Zoti Meta thotë, duke qenë se provat janë grumbulluar, ata që pretendon prokuroria, janë marrë nga prokurorët, dhe duke qenë se dëshmitarët janë pyetur, kjo është arsyeja, thotë që unë nuk kam asnjë mundësi potenciale apo rrezik potencial që t'i dëmtoj apo t'i intimidoj dëshmitarët. Spaku ka një qëndrim tjetër, thotë që zoti Meta për shkak të funksioneve që ka mbajtur, funksione shumë të larta, që nga kryeministër, president, kryetari i parlamentit e tjera me radhë, ekziston rreziku të ndikojë mbi dëshmitarët, të ushtrojë influencë, sepse e lidh me një moment tjetër. Thotë që provë, rrëfimi i dëshmitarit ose dëshmia merr provë në momentin kur jepet përpara gjykatës, sepse mund të ndodhë që ta ketë dhënë dëshminë përpara prokurorit, por nëse nuk i qëndron të njëjtit version dhe të njëjtës dëshmi në gjykatë, humbet vlerën. Dhe për këtë arsye, thotë prokuroria, duhet të qëndrojë në masën e arrestit në burg. Pra këto janë dy palët pro dhe kundër, dhe gjykata ka qenë, me sa duket ka vlerësuar të... Dervishja, nuk duket kjo një praktikë represive me mbajtjen e dyshurëve ka gjatë në paraburgim. Dhe dikush thoshte që kam shumë paraburgosur se sa të burgosur. Njëri rëndësishëm, nuk e mbaj mend tani. Nuk e di, mua më duket se ka të gjithë të drejtën e saj prokuroria në momentin kur nuk është e bindur se i ka të gjitha provat, është në kërkim të provave. Ka drejta mbajtur. Ka të drejtë, sepse po doli ai mund të gjurmoj ku është një dëshmitar, mund ta intimidoj, nuk e di, besoj se prokuroria e ka të drejtën për këtë pjesë. Pra e ka argumenti, mos ta kishte argumenti dhe mund të lëshonte. Pra në momentin që të gjitha provat, të gjithë dëshmitarët, gjithë shka është mbyllur dhe dosja ka marrë një firmë në fund, është mbyllur, çohet për gjykim, atëherë ai njeri mund të dalë i lirë sepse s'ka më asnjë interes për ta mbajtur brenda, sepse nuk mund të intimidoj dikë jashtë, të ndrojnoj provë, të dëmtoj diçka e tjera. Mund të vi mbase ky moment për këtë rast që po flas. Dhe a ka Meta ndonjë shans për lirim para përfundimit të gjyqit ndaj tij apo? Nga mënyra se si kanë shkuar gjërat deri tani mendoj që jo, është një histori të cilën zoti Meta duhet t'ia ezaurojë energjitë e veta tash në procesin në themel që do të nisë në gjykatën e posaçme. Nuk mendoj që do të ketë gjyqtar pranë gjykatës posaçme që do t'i ndryshojë masën e sigurisë. Megjithatë, çfarë s'ndodh? Nderuar shikues, kaq ishte pjesa e parë e emisionit tonë për mbrëmjen. Sot ne u përpoqim të sillim ato ngjarje që ne menduam se ishin të rëndësishme, ngjarjet lidhur me kronikën dhe me aktualitetin, ngjarjet që i shkojnë shumë vendit tonë, ndodhin vazhdimisht, si për shembull, unë do të veçoj edhe një herë vrasjet pas një arsye, pas një shkak, duke u grindur për ekspresin e kafes, gjë që na turpëron shumë si vend dhe si popull. Na turpëron dhe na ul personalitetin, dinjitetin dhe mendoj gjithçka. Ju falenderoj shumë që ndihmuat emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Po një publicitet fare të shkurtër, unë do kthehem në një problem ku OSB sot ka thënë fjalën e fundit të zgjedhjeve të kaluara, të zgjedhjeve politike të 25 majit. Do kemi analistë të ftuar, të cilës secili ka mendimin e vet, si thash, të ndryshëm ndoshta, sepse ka botë është diversive dhe e bukur për këtë arsye. Por të gjithë kanë interpretimet e tyre. Opozita për shembull thotë që këto zgjedhje janë të mbaruara, farse të gjitha, ndërsa pushteti nuk ka folur. Publicitet rikthehemi.